Hoxha Agim, slogani feja e shqiptarit të shqiptari, unë e mendoj se është keq kuptu. Se qëllimi nuk ka qenë se feja në atë kuptimin të definicionit të religionit, po ka qenë se ne, se cilin nga ne, çfarë do feje që jemi, duhet të përpiqemi të ndihmojmë që populli shqiptar të shkojë përpara. Kjo është e feja që kjo fjala e Pashkovasës ose Vasopashës se ka dhe që thënë se emri i tij është Vaso Pasha. A ka qenë shqiptar apo maqedon? Jo, ka qenë shqiptar ortodoks krishter. Po. I emëruar si Vali në Liban nga Perandëria Osmane. Në shekullin 19 dhe në shekullin 20, më thënë në kohën e formimit të kombeve, më thënë kur këta rilindasit shqiptar janë përpjek, sikur që edhe popull tjerë për rreth, dikush më herët, dikush pak më vonë, që kanë, më thënë, janë mundu që, më thënë, të ndikojnë në konsolidimin e shteteve kombe, edhe në konsolidimin e kombit në përgjithësi, ka pas frigra, më thonë këtë që e kam lexu, se normal duhet të shikohet në çfarë konteksti e ka thënë Vaso Pasha, në çfarë konteksti e ka thënë feja shqiptarit dhe shqiptaria. Edhe me të vërtetë është e keq kuptuar, për arsye se shqiptarët ortodoks ka pas rrezik që të asimilohen në grek dhe në serb ose malazes. Edhe tash ai ka thënë se neve duhet na bashkoj kombi, ai këtë ka pas. Jo se shqiptari do ta adhuroj Zotin në tempujt e, më thonë, religjioze shqiptarisht, do ta adhuroj Zotin me shqiptari. Do se nuk është e mundshme se ne nuk ka diçka, nuk ekziston diçka një lutje e shqiptarizmit të fesë shqiptarit që ai ka pas për qëllim se ne duhet na bashkojmë. Pa marrë parasysh, a jemi musliman, a jemi ortodoks, a jemi katolik, se ne jemi një popull që me të vërtetë me shumicë jemi musliman, mirë po, kemi edhe ka qenë realiteti atë se janë formuar shtetet kombëtare, shtetet në atë periudhë janë nacionale formuar, që i quajnë. shtetet nacionale. Edhe është Grekët e kanë formuar shtetin e tyre, serbët e kanë formuar shtetin e tyre dhe shqiptarët normal, intelektualët e këtij populli kanë dashur me thonë se jo se ka një religjion me emrin që është shqiptaria. Kjo është domethënë është e ngjashme me atë kundërshtimi i islamit me identiteti fetar me identitetin etnik. Domethënë është e nxjerrë nga konteksti edhe kur dalin me thënë drejtën kinse që pretendojnë se janë intelektual. Ja, feja ime është shqiptaria. Ti nuk e di çka je tu fol, po zot. Nuk e di çka je tu thon, po çfarë konteksti e ka thon Pasova. Çfarë besime të përbashkëta ka që është shqiptaria si fe? Cili është libri? Rritet, cili është libri ku kthehet? Çka e bën fe? Po, kjo duket është shumë e qartë sa është nxjerrje nga konteksti. Po. Se me të vërtetë, ndoshta për shembull në periudha të caktuara, domethënë historike, politike, domethënë edhe gjeografike, domethënë ka qenë domosdoshme edhe nuk ka kur gjë të keqe këtu që domethënë mirë po me besuti sikur domethënë leja islamin ose asa të zakonisht me islamin e kanë. Se nuk ndëgjojmë të thonë për shembull, ka disa që sa për si e faqe kështu, ndoshta e përmendin njëherë edhe krishterizmin. Sa për sportivitet. Edhe korektësi politike. Edhe gjoja, domethënë e kanë me islamin për arsye se mirë po është një ignorancë. Është ignorancë totale. Dhe është, domethënë, një budallaki të them atë kështu pak më lirë se jemi në podcast, domethënë është një budallaki me përmend ata kinse si fe. Ti skif, ti je i lirë, zgjedh çka dush, do me besu, s'do me besu, ajo është ajo të mirë, po përgjithësinë mbate Zoti, normal. Prandaj të gjitha këto duken si një për mendimin tim, nuk janë thënie të intelektuale, janë goditje të ulta. Janë goditje të ulta, të cilat janë edhe të shumë të dukshme se janë, domethënë, qëndrom një i menduar i cekët prapa thënieve të tilla. Patriotizmi folklorik që shfaqin këto me çiftelime, shqiponjen, flamurin, kuqezi, nuk i bën hajër shtetit shqiptar në Shqipëri, edhe shqiptarëve në vende tjera, në Kosovë dhe Maqedoni, sa i bën dobi kur kemi një shqiptar i cili është i arsimu, i cili është i drejtë, i cili nuk vjedh, nuk e mashtron popullin, nuk e sheh shtetin apo pushtetin si mënyrë se si ta shton konton e tij. Pasi që ka qenë leckaman si quajnë, do të thonë i varfër, të bëhet milioner,
pasi që i ka pas kpucat që i ka mbajtur ndoshta vllai vet, tash po blen kpuca që kushtojnë 2.000-3.000 euro, edhe kështu me radhë. Mendoj se edhe pastaj thot deren edhe thot, unë jam shqiptar, krenar, edhe ne jemi krenar shqiptar, po ti je duke e ul personalitetin e një shqiptarit, duke u bë vjedhës, duke u bë mashtrues, tradhtar, keqpërdorës të pozitës, dhe nxin imazhin, po e hum. Po ashtu edhe çështja e tash është në mod del modeli i ri i iPhone-it, i veturave, të gjithë vrapojnë mas asaj. Ku e kanë këtë logjikën këto që të kthehen mbrapa? Nëse kthehen mbrapa, ndoshta do të më u kthin atë identitet kur kanë qenë, domethënë, kanë jetuar për shpella. Në për shpellar të bën, edhe të vishim sikur që vesh shpellarët, po s'ma merr me se ato i kishin lënë ato restoranet, edhe ato pijet moderne apo të veshjen moderne dhe të mirat e botës bashkohore për më u kthin atë identitet që kanë pas si shpellar kur kanë qenë. Vetëm disa stacione, jo shumë, ndun të kthehen dhe që tregon për mos sinqeritetin e tyre, për arsye se feja islame përmenda dhe pak më herët se feja islame, në me thonë të shqiptarët, ka pas një ndikim shumë pozitiv. Ka prodhu intelektual, ka prodhu burgshtetas, ka prodhu, në me thonë, figura shumë të rëndësishme, edhe botërore, jo vetëm kombëtare. Do më thonë, kthimi mbrapa nuk e bën njeriu çka arsyeton. Ai që e ka kuptuar se çka është identitet, nëse identiteti është me i përvetësu virtytet, edhe vlerat pozitive, edhe më u bë, do më thonë, person i duhur, në vende duhur për ta i dobishëm për rrethin tënde, për veten tënde, për familjen tënde. Kjo nuk ka asnjë lloj. Do thonë Islami ka këto vlerat pozitive, i patriotizmi nuk është kundër patriotizmit. Sinqeritetin e promovon, sinqeritetin, drejtësinë e promovon. Parimi i drejtësisë sociale që e promovon zeqati. Do thonë ndonjë këto këto vlera që vetëm se duhet me forcu krenarin me këtë që e posedojmë. E jo me kërku diçka që është me afat të kaluar. Madje fetarisht është nëse kthehemi të do të identiteti më herë, do të kthehen edhe shumë gjëra tjera që kanë qenë pjesë, domethënë, unë e dëgjova para disa ditëve për disa fëmijë që ushtria e kryqëzatave kanë marrë prej Francës në Venedik për me u bashkangjit asaj që quhet kryqëzatave për me shiru varin e Isait alayhissalam, si besojnë ata, me shiru Kutsin apo Jerusalemin. Edhe këto Venedikasit kanë po, ne ju çojmë atje, ato kanë qenë fëmijë. Domethënë në atë, si më thonë, valen e emocioneve, në ndikimin e atyre fjalimeve që i kanë mbajtur priftërit në përkisha, kanë ardhur në Venedik. Edhe kanë hip në Paranie, në vend se me i çu në Jerusalim, në Palestinë, to i kanë çu në për tregjet e skleverve. Në për tregjet e skleverve. Çka do më thonë me këta? Ka qenë normal pjesë e identitetit katolik në atë kohë që ti me bo tregti edhe me sklever. Apo me i shiku të tjetë, sikur një racë që është më e ullët. Masan edhe kur ka ndodhë zbulimi i Amerikës, spanjollët edhe ato që kanë bo shkatrim, po thuat 20.000 kultura janë zhduk. Ato janë identitete që kanë ekzistuar, janë zhduk si rezultat i hegemonisë të këtyre kulturave. Evropiane. Prandaj ti nëse kërkon me u kthim mbrapa, shikoj, analizoje pak çfarë do të thonë kthimi mbrapa në atë identitet që ka qenë më herë. Kur të gjithë njerëzit thënë duhet me shikoj përpara. Me thonë, do iPhone 11 apo iPhone 16, iPhone 16. Pse atëherë nuk shkon me kohën? Ndeshta stash më kujtu se feja islame ndalon ndryshimin e prejardhjes. Edhe këtë shumë shpesh e diskutojnë. Çfarë po të them? Për shembull, nuk e lejon feja islame që ti ta ndryshosh, të thush për shembull unë kam prejardhjen prej Tazam Anadollit, për shembull, se ti je këtu. Nuk lejon, se edhe përmendet në fillim të emisionit e përmendet se
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që dikush ta mohoj përkatësinë e tij familjare. Mos me thonë që e ki babë babgjysh dikan që nuk e ke realisht. Për çfarë ty je shqiptar vëlla. Ti nuk ka nevojë edhe nuk e kërkon feja, do të thonë që identifikohesh as si turk, as si arab, as si ndonjë kom tjetër. Ti je shqiptar musliman. Edhe këto dy gjërat, ashtu sikur se ke edhe identitete të tjera, do të thonë dimensione të tjera të identitetit, të profesionit, të shijes, të mendimeve, të botkuptimeve të ndryshme, do të thonë ashtu e ke edhe identitetin e fesë së bashku me identitetin e kompit. Në jetën e pejgamberit për me Zeidin. Një kohë i kanë thonë Zeid ibn Muhammed, e kanë ndalu pejgamberi, ka thonë jo, kjo Zeid ibn Harith, nuk është Zeid ibn Muhammed, i djali Muhamedit. Uduhëm i ka ardhur ajet, thirrni sipas baballarëve të tyre. Baballarëve të tyre.